Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin shpirtëror ja mes nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhamin e re në Opaj, komuna e Likovës, për të mësuar më shumë se cili është historiku i kësaj xhamie, çfarë e karakterizon atë, cila është specifika apo tradita e kësaj xhamie. Ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është Hoxha Vedat Efendi Rexhepi, me të cilin do të flasim për të gjitha detajet. Hoxhë i nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut e tyre. Kur jemi tek xhamia e re në fshatin Opaj, çfarë karakterizon këtë xhami? Fillimisht falenderoj juve për zgjedhjen që keni bërë që të jeni pikërisht në xhamin e re të fshatit ton Opaj, xhamia e cila është e dyta për nga ndërtimi. Për xhamin ton mund të themi lirisht se kjo xhami fillimet i ka qysh më herët, mirë po me pamundësinë për ndërtuar ne si fshat këtë xhami që po e shihni, këtë xhami të bukur madhështore, e cila është bërë me vullnetin e gjithë bashkëfshatarëve tonë. Kjo xhami i nderuar ka filluar të ndërtohet, apo themeli i saj është bërë në vitin 2019 me 1 janar. Në atë ditë kanë marrë pjesë shumë besimtarë, po pikërisht edhe krerët e lartë të Bashkisë Fetare Islame, ku ne në atë moment e kurorëzuam atë fillim duke qenë gjithë të gëzuar me atë ëndër të cilën ishte e kahmosshme për besimtarët. Ajo që ka ngjarë në këtë xhami, në ndërtimin e kësaj, mund të jetë nga më e veçanta prej xhamive tjera, mund të them lirisht, nga se është bërë punë me një intensitet të lartë, një punë e cila ka qenë çdo ditë, vetëm e vetëm për ta finalizuar këtë xhami të bukur. Ajo që është më karakteristike që po them në këtë ndërtim, është ndërtimi i saj për 10 ditë e 10 muaj. Pra besimtarët, me mundin e tyre dhe sakrificën e tyre që kanë pasur për këtë xhami, që të finalizohet me këtë pamje që po e shihni, është bërë brenda 10 muajve dhe 10 ditëve. Dhe ne si besimtarë dhe kryesia e kësaj xhamie kanë vendosur që hapja soleme të bëjë pikërisht në vitin tjetër, që në kupton me vitin 2020 me 1 janar. Pra dhe hapja soleme të bëhej pikërisht në atë kohë kur edhe u bë themeli, po ishin edhe vëllezërit tanë të cilët jetojnë në Mërgat apo në diasporë, me qëllim që kjo të ishte edhe më e bereqetshme dhe sa më e begatshme duke marrë pjesë shumë besimtarë. Përveç historikut kësaj xhamie, do të thonë çfarë karakterizon, cila është specifika themi e veçantë e kësaj xhamie? Besoj që si çdo xhami tjetër, kjo karakterizohet ndoshta edhe me minaret që i ka të larta dhe i ka 2 për nga dallim me të tjerat. Brendësia e xhamisë ka një piktorim, apo themi një kaligrafi të mirë, të mrekullueshme e cila është realizuar, duke filluar nga emrat e Zotit që është nga ana e djathtë dhe nga ana e majtë. Pastaj lart tek kubeja është e shkruar Ajetul Kursia dhe më lart atje drejt në fund është e shkruar surja Ihlas. Këto janë ato të cilët e karakterizojnë në përgjithësi këto e karakterizojnë këtë xhami. Ka ndonjë traditë që ndjek xhamia juaj? Si çdo xhami që ndjek traditat, duke pas aktivitetet që janë në xhami, përpos namazeve ditore që besimtarët i frekuentojnë xhamit, organizohet tribun, mësohen fëmijët, dhe përveç ndërtimit që kemi këtu, kemi edhe kafenin ku besimtarët edhe argëtohen pas namazeve duke pirë kafe dhe lëngje. Hoxhë i nderuar, e dim që njeriu pranë jetën e tij duhet të plotësojë shumë vlera, dhe kur jemi tek tema që
të ta trajtojmë pra morali dhe virtytet e larta. Dhe në këndvështrimin islam, duke vlerësuar që njeriu duhet t'i kushtoj rëndësi një vëmendje shumë të veçantë, sidomos kur bëhet fjalë për vlerat shpirtërore. Cilat janë, të themi, vlerat e moralit dhe të virtyteve të larta sipas islamit, si predikon Kurani dhe tradita e pejgamberit profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Dhe jo vetëm duke vlerësuar në këtë aspekt çfarë ne kuptojmë me moralin dhe me virtytet të larta. Fillimisht, falënderimet ja drejtojmë Zotit të madhruar, atë e falenderojmë, e madhrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Pastaj përshëndetjet tona e dërgojmë profetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të dashur, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugtimin e të dashurit tonë deri në ditën e fundit. I nderuar, pyetjen që më adresove është prej pyetjeve më të mira që besimtari fillimisht duhet të di rreth saj dhe të praktikojë. Të flasësh për moralin është çështje madhështore, pasi Islami i ka dhënë një rëndësi të madhe dhe ajo e cila ne duhet të dimë se morali apo virtytet e larta pikërisht janë prej elementeve më të rëndësishme të cilët na mëson feja jonë. Pra na mëson Kurani famëlar dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej këtyre dy burimeve të cilët ne i nxjerrim virtytet e larta dhe me ato ne të shërbehemi. Ato që dua t'i veçoj, sepse kemi shumë virtyte. Nëse thellohemi thellë në Kur'anin famëlar dhe në hadithin e pejgamberit apo mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam janë të shumta. Mirë po unë do të kisha veçuar disa, ku njëra prej tyre i nderuar është sinqeriteti. Të qenurit i sinqert me Zotin po dhe me njerëz. Zoti na urdhëron neve që në momentin kur ta adhurojmë Zotin, të bëjmë vetëm adhurimin të sinqert. Pra Zoti ka urdhëruar që ta madhurojmë atë, mirë po më të mirën e kësaj e ka bërë që në vetë të ketë virtytin e lartë, i cili është sinqeriteti, ku po që se ne e kultivuam, kemi arritur një gradë të lartë tek Zoti i madhëruar. Përveç asaj, janë edhe të tjerat që kanë thashë më herët të bëjnë me njerëzit. Është dëmshuria që njerëzit duhet të tregojnë për të tjerët. Pastaj është solidariteti ku njerëzit shprehen me të varfrit, me jetimet, me bonjakët. Pra është e rëndësishme që përveç raportit me Zotin që të jemi me virtytet larta, është e rëndësishme që edhe me njerëzit të kemi padyshim raporte të mira. Ku njëra ndër ta është edhe fjala e mirë, largimi nga çështjet e kota, nga bisedat e kota dhe gjithmonë fokusimi në çështjet e mira, që janë fjalët e mira që ne ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Përveç këtyre është edhe respektimi që ne duhet ta kemi ndaj prindërve si fëmijë dhe gjithë ata të cilët janë të moshëritur apo janë pleq, ne të rrisim gjithmonë dozën e respektit në mënyrë që të jemi sa më të moralshëm, të posedojmë sa më shumë virtyte dhe të jemi gjithmonë shembulli i cili kërkohet nga ana e Zotit dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Zoti neve na tha: ju e kishit shembullin më të mirë Muhamedit alayhi salam. Pra na e kemi atë shembull. Ai duhet ndjekur, jo vetëm duhet përmendur, por praktika e tij të jetë edhe në praktikën tonë, në mënyrë që ne gjithmonë ta kemi me vete çështjet e virtyteve t'i marrim dhe t'i përvetësojmë dhe t'i praktikojmë. Vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: çështja më e madhe që rëndon tek veprat e mira në ditën e gjykimit, ku do të dalim para Zotit, do të jetë morali i mirë. Pra ajo që peshon i kanë dhënë një rëndësi të veçantë është morali. Padyshim se është e pakat dhe e mangët që ne ta madhërojmë Zotin, po që se momentin që dalim prej adhurimit të jemi jo të mirë në sjellje. Pra sjelljet e bëjnë edhe më të mirë adhurimin. Pra këto janë dy komponentet që kundërveprojnë njëra me tjetrin. Adhurim dhe virtytet mira padyshim do të jemi më të sinqert, më të mirë, më të veshëm në familje dhe në shoqëri. Përmendet shumë virtyte si sinqeriteti, të themi pra besnikëria, solidariteti, mirëkuptimi, toleranca mes njerëzve dhe si predikon të themi feja që ne të gjejmë një mënyrë për t'i përvetësuar këto virtyte të larta. Ajo që ka besimtari të cilën e mëson, e dëgjon prej mësuesve, prej hoxhallarëve, është e mangët, po që se ne nuk i praktikuam ato. Pra ajo fillimisht duhet të jetë në praktik
Jo vetëm një ditë, se besimtarët mendojnë që brenda një dite mund të bëhemi të sinqert, të devotshëm, solidar dhe shumë e shumë çka të tjera për virtyteve të mira, mirë po kjo kërkon angazhim thellë. Kërkon punë të lartë, punë të lartë dhe të madhe, angazhim të thellë, të përditshëm që ta praktikojmë fillimisht fjalën e mirë, të sjellemi mirë, pastaj të japim selam njëri tjetrit, mos të japim selamin vetëm me hoxhallarët apo në xhami, po selami të jetë gjithmonë i përgjithshëm në çdo vend ku shkojmë, në çdo vend ku punojmë, por fillimi Kudo edhe në që ne prezantojmë apo jo. Patjetër. Patjetër. E dim që në islam apo dhe jo vetëm, pra duke vlerësuar që ju përmendët edhe përshëndetjen kudo që mund të hyjmë, duke vlerësuar që ajo është një përshëndetje universale dhe njëkohësisht është edhe lutje në fakt, sepse ne lutemi edhe për të tjerët. E dim që pesha dhe rëndësia e madhe, veprat të cilët ne i bëjmë ato pra nvaren nga qëllimi janë. Dhe kur jemi këto, cilat janë porositë të themi kuranore dhe profetike në mënyrë që ne të jemi më të mirë dhe të jemi të themi më të pranishëm në shoqëri dhe për të funksionuar të themi në mënyrë të ekuilibruar me të tjerët. Kurani na mëson padyshim se në momentin që duam ti kemi virtytet e larta, ti thithim ato në brendësinë tonë, shembullin që duhet marrë gjithmonë është tek pejgamberi alayhis salatu wasalam që tham që Zoti pikërisht në këtë çështje dhe për këtë temë që po flasim, Zoti i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Ti me të vërtet o Muhammed je në gradën dhe në shkallën më të lartë të moralit që duhet ta për të ketë njeriu, që duhet ta merr nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që nga kjo nënkuptojmë se ai ishte vetë morale apo jo. Padyshim, dhe Zoti i Madhëruar e përmendi në një ajet kuranor në surën Taube, një varg gjatë kështu për ta kuptuar se si njeriu duhet të jetë edhe njeri i cili adhuron Zotin, po atë që ka thënë më herët të jetë në përputhje me adhurimin dhe praktikën që ne duhet ta kemi gjithmonë. Zoti i Madhëruar në surën Taube nderuar na thot neve: "El mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din." Që nënkupton? Besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin. Dhe Zoti këtu më njëherë tregon për virtytet e larta që duhet t'i bëjnë. Thot: "Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Thot urdhërojnë për të bërë vepra të mira. Këtu pra virtyti i lartë. Urdhërimi i veprave të mira wa yanhauna 'anil munkar. Thot dhe ata ndalojnë për nga e keqja, për nga sjelljet e keqja dhe nga virtytet jo të mira. Dhe Zoti i Madhëruar tha: "Wa aqimu salata wa yu'tu zakat." Ata e falin namazin, pra hynë në çështjet e adhurimit, e japin zakatin dhe Zoti i Madhëruar tha: "Ulaika sayarhamuhumullah." Të tillët janë të cilët Zoti i Madhëruar do t'i mëshirojë. Pra nuk përmendi vetëm namazin që do të mëshirojë, po përmendi dhe virtytet dhe çështjet e adhurimit, se nëse këto i kemi ne, Allahu do të inshallah do të jemi për atyre që Zoti neve na mëshiron, po padyshim në qoftë se kemi këto virtyte të mira së bashku me adhurimet që ja bëjmë Zotit Madhëruar. Padyshim kjo na dha të kuptojmë që domethënë njeriu sa më shumë që i plotson të themi këtë mozaik vlerash, ashtu edhe do të jetë edhe më i pranishëm në mesin e shoqërisë dhe jo vetëm pra për të jetuar në një mënyrë më të qetë. Cili është mesazhi juaj për të gjithë besimtarët që po na ndjekin në këto momente kur bëhet fjala për moralin dhe për virtytet? Mesazhi im do të ishte pikërisht në këtë muaj të shenjtë dhe të bekuar të Ramazanit, ku fillimisht lutem Zotin që të jetë i kënaqur me neve, me juve dhe me gjithëve për agjerimin fillimisht dhe për gjitha punët që i bëjmë në këtë muaj të bekuar. Mesazhin që do të adresoja tek gjithë besimtarët është pikërisht përvetësimi i karakterit të mirë dhe virtyteve të larta. Nëse na dëshirojmë me ditë se çka nënkuptojmë me moral, Imam Gazaliu rahimahullah ai e jep një definicion shumë mirë dhe qartë. Thotë kështu: me moral nënkuptojmë karakteri i cili është ngulitur thellë në shpirtin tonë dhe karakter i cili vepron pa dëshirën tonë. Pra vepron në atë që ndjejmë ne. Me një fjalë, karakteri është gjithë ajo të cilën na e mbledhim në shpirtin tonë, në anën shpirtërore dhe pastaj tek të tjerët e transmetojmë. E unë po lut Zotin që ne gjithë të mbledhim virtytet mira edhe të larta nga mësimi dhe praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se gjithë jeta e tij ishte moral. Në marrjen e mësimet tek pejgamberi alaihi salatu wasallam, pastaj deri tek ne në marrjen e tyre
në praktikimin e tyre mbi gjitha që po flasim për herë për këtë çështje, mbi praktikimin e asaj dhe padyshim kjo do të sjellë rezultat të mirë. Do të sjellë rezultat mirë si nga ana e asaj që flasim, po edhe ata që po e flasim ta praktikojmë. Po këshillojmë, po edhe të praktikojmë ata të cilën ne i këshillojmë. Vlerësojmë nga kjo që pra njeriu në etapa të ndryshme të jetës së tij duhet edhe kultivuar këto ndjenja. Patjetër. Po që nderuar, unë pas kësaj bisede kaq të këndshme, unë ju falenderoj shumë që ju gjetët kohë dhe hapësirë për të folur për këtë temë dhe që na keni mirëpritur në xhamin tuaj. Faleminderit juve, ju përgëzoj për këtë dokumentar dhe këtë emision që po e bëni në për të gjitha xhamit e vendit apo rajonit. Zoti ju nderoft juve dhe ju dhash sukses. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Deri në episodin e ardhshëm, mirupafshim.